Patinatorja holandeze fiton $1 milion pse tregoi recipetat në lojrat olimpike. Sportistja holandeze patinazhit të shpejt Jutta Leerdam do të fitojë deri $1 milion nga marrëveshja e saj me Nike pasi u zhvesh për të zbuluar recipetat sportive të bardha në lojrat olimpike dimërore. 27 vjeçaria, e cila është e fejuara e Jake Paul, fitoi medalje ari dhe argjendi në lojrat e Cortinas, duke rritur pasurinë e saj neto në mënyrë marramendse. Leerdam fitoi medalje në artë në garën e patinazhit të shpejt në 1000 metra, duke u vendosur një rekord olimpik. Menjëherë pas përfundimit, dukshëm emocionuar, ajo hapi uniformën e saj të garës për të zbuluar të brendshmet e saj të bardha Nike. Imazhi u bë shpejt viral dhe u shfaq në faqet e para të gazetave dhe mediat sportive online. Fotoja u ripostua edhe në llogarinë e Instagramit të kompanisë, e cila ka 298 milion ndjekës. Sipas Frederic de Lat, themeluesi të kompanisë Brandlit, e cila është specializuar për reklamimin e atletëve femra, marrëveshja e Liderman me Nike mund të sjellë asaj më shumë se 1 milion. Me Nike dyshoj se po flasim për 1 milion e lartë, i tha ai gazetës holandeze AD. Ndërsa kryeredaktori i revistës Quote, Meindert Scott, tha se Leerdam, e cila ka 6.2 milion ndjekës, mund të fitojë rreth €1 për ndjekës për çdo postim të sponsorizuar në Instagram. Kjo përkthehet në rreth €62.000 për çdo postim që paraqitet Nike. Atletja holandeze është vënë gjithashtu në shënjesër edhe nga rjeti holandez i shitjes me Pakit Sema, pas fitores së saj kur grimi i saj u shkatrua për shkak të emocioneve. Kompania promovoi lapsin e syve me mesazhin i papërshkrueshëm nga uji edhe me lot gëzimi.